Sot është një ditë e veçantë, siç ja u kam thënë. Kiani është gati 2 muaj dhe ne kemi vendosur që atë për të cilën jemi më së shumti krenar ta ndaj me ju edhe në këtë video, kështu që unë po shkoj, e kam përgati Kianin ta marr edhe t'ja prezantoj djalin ton të bukur. I bukur më duket mua. Është gati për gjumë. Që gati je, mama. Ta tregojmë komunitetit ton të YouTube-it fytyrkën tënde. Po. Okej. Ky është Kian. Ka shumë dritë. Kiani tani. Ja gjemra mamit. Është shumë dritë. Edhe ky është Kian, i vogël jon, që nuk është më aq i vogël. Shikoni njerëz sa gjysma e trupit tim. Edhe ky djali i vogël tani kontrollon jetën time. Gjithmonë i kisha thënë vetes që nuk do ketë asnjë mashkull në botë që do më kontrolloj ditën, jetën, çdo gjë. Edhe vjen ky, edhe më bën jetën çorap. Çdo ditë ime rrotullohet pas këtij bukuroshit këtu. Ha zemra, Kiani nuk i ka bërë akoma 2 muaj. Sot është 7 javë pak. Qesi mami, qesi. Çuku çuku çuku. Çuku çuku çuku. Çuku çuku çuku. Çuku çuku çuku. Shpirti im. Po 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 po. Po 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 po. Po 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 po. Ashtu. Ky ishte Kiani. Tani unë do ju tregoj, sepse ideja që po e tregoj Kiani këtu është se është krenaria jonë më e madhe. Normalisht që nuk do jetë pjesë e çdo videoje, po mami dhe babi janë kaq krenar sa duan patjetër që të publikojnë disa foto të bukura që kanë bërë tek spitali kur Kiani ishte vetëm 3 ditë. Edhe duam që të hedhim disa portrete familjare. Ku ti do jesh pjesë e tyre, mami? Kështu, po shkoj ta ushqej djalin e ta vendos për të fjetur nëse do funksionoj dhe pastaj vazhdojmë videon. Ha, do ta lesh mami sot të bëj video? Akshu. Emo, do ta lesh mami të bëj video? Se shpejti nuk të mbaj dot. Uju! Sikoni nga floçka deri tani ka ngjar mamit. Kuqka. Po nuk besoj se do ngelin kaq të kuqe. Okej. Po jap ushqim djalit e pastaj vazhdojmë video. Fotot e photoshooting i kemi këtu te kjo Tribe, USB Tribe. Dhe ishin kujtim shumë i bukur, pa çka se në çmim ishte një çik shumë e shtrenjtë, pse do thoni ju, sepse ajo fotografia shiste sikur photoshootingu është falas edhe pastaj ju mund të zgjidhni produktet që doni. Që do të thotë, për shembull, nëse ju doni të bëni një kalendar, atëherë mund të zgjidhni kalendarin dhe zgjidhni fotot që doni në kalendar. Ose doni të bëni për shembull një top dubore që është tani Krishtlindjet, mund ta bëni dhe zgjidhni çfarë ju të doni. Kur shkojmë ne aty, do me thënë dhe shikojmë që 6 foto ishin 220 euro, 12 foto 270 dhe të gjitha bashk 290 euro, pra 300 euro. Po, 300 euro. Gjithsesi kur ti e shikon fëmijën tënd aty që ka dalë në foto, ato fotot nuk të bën zemra mos t'i marrësh. Thjesht për të downloaduar foto, do me thënë, që i bje jo 42, i bje 21 foto, sa i kishte njërë me ngjyrë, njërë bardhëzi. Për 21 foto që ishin të thjeshta, sa kushtovi? 300 euro. Edhe ky ishte një metodë shumë e mirë, sepse thënë edhe kur e bën foton, prindrit thonë, "Okej, ta bëjmë njërë dhe pastaj të shikojmë, mbase po nuk na pëlqeu çmimi, nuk e marrim." Po kur shikon fotot e fëmijës tënd aty, i do patjetër sido që t'jenë. Gjithsesi, shikoni, t'ja u tregoj pak. Foto, ti shikojmë bashk. Edhe pastaj shkojmë që t'i printojmë. Ndoshta nuk doja dal dot sot, mbase nesër, nuk e dia do kem kohë sot,
Mirë po, do shkojmë. Sepse tani videot dhe koha dhe çdo gjë varet nga situata dhe nga humori i Kianit. Nuk mund të filloj një plan edhe ta mbaroj se ndoshta fillon e qanë. Ka dhimbje barku, do të rri vetëm me mua, nuk kam kohë, nuk e zë gjumi dhe qanë në makinë dhe nuk mund të jem e qetë që të xhiroj apo të shkoj të printoj fotot. Kështu që ja ti shikojmë të gjitha bashkë. Nuk janë të bukura? Këto çorapkat këtu lexojmë 50% mami, 50% babi. Edhe gjithmonë është një me ngjyrë, një bardezi. Edhe kjo është një djalë. Ja, Kiani shumë i bukur, këtu në fillim po flinte, pastaj u zgjua. Këtë është mama, dora e mami dhe dora e babit. Këtë ja u afroj pak. Ja, kjo është fotoja ime e preferuar, edhe bardezi, që ne e shikojmë nga lart, shumë e bukur, me emrin e tij. Këto ngjyrat i zgjodhëm kafe dhe berë, sepse na kombinojnë edhe me shtëpinë, që edhe po të printojmë foto, edhe në dhomën e Kianit, ja shikoni dhe ngjyrat këtu, edhe në dhomën tonë janë shumë të mira. Këtu u zgjua, edhe ishte tamam fotogjenik. Shikoni sa bukur, sa e bukur kjo foto, ja ta kisha printuar këtë. Edhe kjo kapuçja ishte një kapuç që i bleva unë te HM-ja, më pëlqen shumë, këm ka doshin patjetër. Shumë bukur, janë 23 shtator që ka lidhur. Edhe kjo foto është shumë e bukur, por e preferuara ime është kjo. Stefani më puth mua, unë puth djalin në kokë. Edhe këtu, shiko, dukem akoma sikur jam super shtatban. Këto ishin fotot, edhe kjo kushtoi 300 euro. Gjithsesi ja vlen, janë kujtim shumë i bukur. Kështu që unë tani do bëj një punë të shtëpisë dhe do pres që të zgjoj Stefani në Kian. Nëse doja dal sot që të shkoj të printoj fotot, okay, nëse nuk doja dal sot, nesër, sepse nesër kam shumë kohë dhe nuk kam gjëra për të bërë. Videot e mia për momentin janë vetëm në makinë, kudo që flek janë. Siç ju tregova në shtëpi, i zgjodha fotot që dua të shkoj të printoj. Kështu që do shkojmë tek DM-i, edhe do printojmë fotot. Nuk e di, po mendoja madhësinë 30-40. Edhe jemi në rregull, do printoj 3 foto, duke qenë se edhe kam 3, që i thonë, korniza. Edhe pastaj do t'i vendos në kornizë, do t'i vendos tek muri dhe do ta përfundojmë videon, ta shikojmë se si duket doma e djalit. Pra do printoj foton që është Kian Airik, që ka emrin, do printoj foto me ne të dy, do me thënë do printoj 2 foto ku është vet dhe një foto ku jemi ne të dy. Të 3. Kështu, shkojmë tek DM-i edhe printojmë fotot. Kianin do ta marr me shumë kujdes nga se Xholino janë në karrocë, edhe besoj që do flej prap. Nuk e di, pastaj të bëjmë një xhiro të vogël, një ecje të vogël, se është një park aty afër. Duke qenë se do jemi jashtë, do shikoj se si do jetë gjendja e tij. Shkojmë një herë të printojmë, unë ja dola deri në makinë të vi me Kianin dhe ta vë në gjumë në makinë. Bëra një xhiro rreth e rrotull derisa ai të flinte gjumë, edhe jemi në rregull. Ta mami që po vle, shikojeni. Si ta ndje. Më vjen keq. Rada tek fotot që nga shumë e gjatë, nuk e kuptoj pse. Kështu që Okej, po marrë një bateri se më duhen. Rada tek fotot është shumë e gjatë, kështu që po do vis që mos më zgjohet djali derisa të mbaron. Që në ka liruar njëra.
gjëra bashkë 6 euro. Okej. Gati. Shkojmë të paguajmë. Me qënë se koha është shumë e mirë, edhe Kian po fle, kemi këtu afër një park. Do me thënë koha nuk është e mirë, po thjesht nuk bie shi, është ngrohtë. Edhe Kian po fle. Kemi një park këtu afër që nuk kanë qenë ndonjëherë me Kianin, po me Stefanin kanë qenë shumë shpesh, sidomos kur jetonim në qytet këtu në Trier. Kështu që do t'ja u tregoj, bëjmë aty një ecje të lehtë që dhe Stefani ta marri gjumin e tij, po besoj tani do zgjohet sepse ora është 2. Ai ka qenë orën 12:30 që po fle, pra 1:30. Më shumë se 2 orë e gjysmë nuk e bën këtë gjumin e drekës. Sa bukur. Do bëj një foto aty. Djali po fle për mashallah zemra manut. Shikoni sa bukur që është, o Zot. Wow. Vjeshta është shumë e bukur, ngjyrat. Shumë lezetshëm këtu. Shikoni sa lezetshëm ajo ngjyra aty. Nice. Videot në kanalin tim fillojnë kur Kiani nuk është zgjuar dhe mbarojnë kur Kiani pasi Kiani ka fjetur. Sepse e para punës nuk do t'i marrë kohën nga djali, po kur ai fle, nuk e kam problem që mos të fle me të, po të vazhdoj të bëj ndonjë punë. Mirë, po ditëve të fundit nuk ka fjetur fare në divan. Ose në krevatën e tij. Flen vetëm në krahun ton. Sepse në base po kalon ndonjë hap zhvillimi, progresi. Edhe gjithmonë kur ka këtë hapat është shumë i ngjitur mbas trupit. Edhe unë dua t'ia jap të gjithë atë mbështetjen që ai kërkon, gjithë atë ngrohtësi që ai kërkon, kështu që nuk e vras mendjen, sepse shumë shpejt do jetë vetë ai që nuk do doj më të përqafohet me mua, kështu që unë po shijoj shumë këtë kohën e përqafimeve. Është pak e lodhshme, sepse gjoni, nuk kam rënë fare bukë, po ha ca kikirika tani që kisha se nuk kam kohë të gatuaj. Do gatuaj tani, sa është orën në orën 10. Do filloj të gatuaj se vjen Stefani. Po thash deri atëherë kam kohë ta përfundoj videon. Atëherë, tu kam fotot që i printova dhe i pas kam printuar në mënyrë perfekte. Pse do thoni ju se këtu kam 3 kornizat, shikoni? Secila ka kushtuar nga 4 euro dhe kornizat janë 26 me 35 cm, ndërkohë që këtu pjesa që do futet brenda më thot 21 me 30. Dhe unë i kam 20 me 30. I kam perfekte, do me thënë për këto. Këtu i kam të treja dhe për të tregoj fotot dhe një herë që printova. Shkova për foto dhe ngjyra, nuk do si bëja bardhëzi. Mbase që t'i japim domos pak ngjyrë se është e gjitha e bardhë e ftohtë. Shkova me këtë foto këtu. Që lexon aty Kian Airik, shumë e bukur. Sa i bukur që është. Edhe kjo këtu, po këtu edhe këtu lexon emri i tij, Kian Airik. Dhe këtu jemi ne të tre. Dhe fotot janë pak a shumë të gjitha një motiv kështu si për fin në bezh, në kafe. Edhe le t'i fullim në korniza, t'i vendosim në mur. Nuk e dija doja që t'i vendos vetë, po do ju tregoj si mendoj që t'i vendos. Edhe kur vi Stefani do t'i vendosim. Dhe mbase në fund ju bëj një video të vogël se si doli, që ta përfundoj videon sot, se nëse do ta le pa përfunduar, nuk e di se kur do t'i varë dhe pa le kur do bëhet, kështu që do ju tregoj në një video tjetër ose në fund të kësaj videos nëse Stefani
më dëgjon edhe i var direkt, sepse po i la një ditë, nuk e di se kur do të bëjmë pastaj. Kështu që le të bëjmë gati. Fotot I kam gati. Një kjo fotoja që jemi bashk. Edhe kjo, edhe këto duken gjitha shumë të bukura. Tani, kjo hapësira këtu është hapësira që kemi poshtë. Dhe besoj që ose do t'i vëm 3 rresht, ose do vëm një këtu. Një këtë që jemi të 3. Edhe këtë këtu, në base pak më lartë. Kjo është ideja, që ta dekorojmë pak. Ups, kja një pozgjojt. Jo, thjesht lëvizi sytë. Kjo është ideja, të me thënë, edhe që ta zbukurojmë edhe pak, edhe qitë këto foto të bukura nga djali jonë, donim pa tjetër që t'i bënim diku të mdhaja. Të njëjtën gjë do bëj me një foto të madhe, ndoshta bardhë e zi, tani që mësova ku ta bëj, tek si po qesh, me ëngjëjt po luan. Dhe po thoja që të njëjtën gjë do ta bëj me një foto tonë të dasmës, super të madhe, bardhëzi, se nuk kemi asnjë foto dasme njerëz në shtëpinë tonë, asnjë foto. Kështu që pak e shumë kjo ishte videoja për sot. Jemi shumë krenar që e ndava me juve, edhe djalin, portretin e djalit. Nuk do jetë shumë I pranishëm me fytyrë në për video edhe në për poste në Instagram, sepse gjithsesi do doja që ta ruaja sa të mundesha privatësinë e tij. Patjetër që do ketë foto, sepse ne jemi kaq krenar edhe duam që ta ndajmë, do ketë foto portrete familjare, do ketë foto, nuk e di, ku jemi veshur të dy super bukur, edhe gjëra që unë do t'i ndjej që t'i ndaj, por postet e përditshmërisë, pra ku dëgjon story, që ta kem gjithmonë me fytyrë, do përpiqem që t'i shmang, nuk e di se sa do t'ja dal, t'i shmang sa më mirë t'jetë e mundur, po jo që nuk do ta kemi djalin pjesë të YouTube-it apo të Instagramit, për vetë faktin që unë jam kaq krenare dhe ne jemi kaq krenar sa duam që ta kemi pjesë të çdo gjëje tonë. Dhe unë jam shumë e lumtur që ja u tregova, sepse është gjëja për të cilën janë është gjëja për të cilën jam më shumë krenare që kam bërë. Kam bërë një mrekulli, si çdo mamë ka bërë fëmijën e saj. Edhe kështu, kjo është e videoja, shpresoj që ju ka pëlqyer. Shihemi në videon tjetër. Ciao!